Okej, e kuptova. Tani, profesor Mavros, flasim pak për të rinjt edhe mënyrën se si ata komportohen me më të rinjt. Në qoftë se bijem dakord që ka këto lexime, që PS-ja është më lart në Shqipëri, më poshtë në Tiranë, PD-ja është më dobët në Shqipëri, më mirë në Tiranë, dhe mënyrën se si lëvizin, si Lapaj, si Shehaj, që kanë dhe këta një dinamik të kundërt. Ka një lloj lidhje midis mënyrën se si lëvizin të mëdhenjt në raport me të vegjëlit, ndikojnë të mëdhenjt tek lëvizjet e të vegjëlve? Bëjmë dot një lidhje, ka një korelacion? Okay, first of all, I would like to say that if you go back and start studying all the questions shikojmë të gjitha pyetjet që prej fillimit, nuk mund të shikoni dallime të mëdha midis nivelit kombëtar krahasuar me Tiranën. Të paktën deri tani, në lidhje me të dhënat e sondazhit, sa flasim deri tani, sepse nëse kthehemi mbrapa dhe flasim se kush është kandidati i preferuar për kryeministër, zoti Rama, dhe ka pothuajse po të njëjtët përqindje në Tiranë dhe në rang kombëtar, nëse shikojmë partinë e preferuar, sëri zoti Rama ka 43 dhe në nivel kombëtar dhe Tirana me një përqindje më të ulët, dhe po të shikojmë kemi pothuajse po të njëjtat përqindje. Diçka ndodh kur votuesit shkojnë pikërisht tek pyetja e qëllimit për të votuar, tek prirja e votës, dhe kur shikojmë aty që ka një boshllëk në qytetet e mëdha, pra në kryeqytetin e Shqipërisë, pra Tiranën, në lidhje me Partinë Socialiste. Kjo nuk është një fenomen i ri që është i lidhur vetëm me Shqipërinë dhe me Tiranën. Është një situatë e përgjithshme me qytetet e mëdha. Qytetet të tilla vuajnë dhe e kuptojnë korrupsionin, çmimet e larta e të tjera në një mënyrë paksa më të ashpër krahasuar me qytetarët jashtë kryeqytetit. Pra, mendoj se ne duhet të themi paksa më shumë në lidhje me partitë e vogla, përse teksa shkojmë tek prirja e votës dhe tek projeksioni. Blendi, do të shtosh diçka këtu? Le të fillojmë pjesën tjetër. Për komunikimin, po pa diskutim, është një dinamik që ato komunikojnë me njëra tjetër. Të gjithë skena është e përbashkët, nuk është se konkuron, supozojmë një parti e re me një parti të re, por është një panoramë përgjithshëm ku gjithë dinamikat komunikojnë vertikalisht me njëra tjetrën. Okay, Profesor Mavros? Just a few things before we proceed with that is that we don't know what is the power regarding the infrastructure of the smaller parties outside infrastrukturës së partive të vogla jashtë Tiranës, nëse kanë fuqinë e duhur për të patur një rrjet të tyre, për të komunikuar, për të ndihmuar deputetët e tyre të mundshëm gjithmonë për të garuar në fushat me partitë e vogla. Dëgjoj shumë edhe për vetë Partinë Demokratike që shpeshherë nuk e kanë fuqinë krahasuar me Partinë Socialiste. Dhe kjo është çfarë ju përmendët më herët që ai është gati perandori. Pra, po flas për zotin Rama. Pra, është diçka e pritshme që pas kaq shumë vitesh njerëzit, dhe këtu do doja të shtoja diçka më shumë, që pas 12 vitesh në pushtet, të gjithë në Shqipëri kanë gjetur një rrugë drejt pushtetit dhe qeverisë për të treguar problemet e tyre. A janë të gjithë të gatshëm për të ndryshuar establishmentin dhe për ta nisur nga e para për të parë diçka të re? Këtë nuk e di. Ka një pyetje Batoni. Baton Hezbollah. Afërsisht tash nuk e di sa do të jetë Tirana, por do të jetë diku rreth 440.000, 445.000 votues, besoj. Dhe nga rezultatet po shoh që ka shumë të pak të papërcaktuar. Dhe shumë pak që nuk do dalin në votime. Du të thëmë që me qenë se kemi 5 parti që do hynë në parlament, si pas ti rezultati. Nga formula e Dehanit po shoh që... Jo, unë po pysë. Nuk po flasë për... Nga formula po e shoh që partitë e vogla
shumë pak kanë mundësi që në njëra prej tyre ta fitoj një mandat tepër. A ka mundësi, apo she rezultat që partitë e vogla, sa ato të mëdha veç janë të definume, partitë e vogla mund të lëvizin nga ky rezultat që kanë. Është një diskutim që do ta bëjmë në pjesën e dytë, mos ta djegim përgjigjen. Nuk po rezultat, sa deputet do marrin. Po thash, ai është rezultati që ne do ta shohim te projeksioni gjithsesi në fund dhe do djegim kot diskutimin e pjesës dytë. E dini që unë skëndërisht jam i ndershëm dhe i sinqert. Vetëm informacion që kemi për të gjithë rangun kombëtar dhe Tiranën. Pra, e di se çfarë, dhe unë dëgjoj zëra, për shembull për zotin Lapaj, që ka më shumë fuqi në të gjithë në rang vendi, krahasuar me zotin Shekaj, që është më fort në disa zona specifike, por nuk e di nëse ky është realiteti, ndoshta ju dini më shumë. Okej, gjithë çfarë dim dhe gjithë çfarë do shohim, prirje vote në Tiranë bashkë me projeksionin e Tiranës, edhe në përqindje edhe në mandate, dhe më pas prirjen e votës në nivel kombëtar, me gjithë projeksionin bazuar në atë prirje vote, të dyja këto të dhëna shumë të rëndësishme, ne do t'i shohim në pjesën e dytë me shumë kuriozitet, tani është koha për publicitetin e parë.